Ne tentojmë që gëzimin që e bartim në festën e Bajramit mos ta lëmë jashtë dyerve të spitalit, por atë gëzim ta ndajmë edhe me stafin brenda e aq më shumë me pacientë. Humanizmi dhe qëndrimi pranë njëri tjetrit janë mirësia më e madhe dhe dhurata më e madhe gjatë festave. Unë dua të ceki rastin e Bajramit të kaluar, kur nuk rastisa të jem kujdestare, por gjithsesi mora familjen time edhe erdha për të vizituar stafin e klinikës së onkologjisë. Festa e Bajramit është e veçantë sepse gjendemi pranë pacientit i cili është në vështirësi. Unë jam doktoresha Vildana Goga, Çmega, onkologe, radioterapeute, shefe e shërbimit të kimioterapisë në klinikën e onkologjisë në të cilën shërbej nga viti 2007. Në klinikën e onkologjisë ndodh të jemi në kujdestari gjatë festave të ndryshme. Mirëpo festa e Bajramit është e veçantë në klinikën e onkologjisë sepse nuk është aq e zhurmshme, por është shumë emocionale edhe ndjeshme sepse gjendemi pranë pacientit i cili është në vështirësi edhe në emocionet e veta, sikurse edhe vetë stafi shëndetësor që nuk e pret festën e Bajramit në shtëpi, por brenda institucionit shëndetësor. Ne tentojmë që gëzimin që e bartim në festën e Bajramit mos ta lëmë jashtë dyerve të spitalit, por atë gëzim ta ndajmë edhe me stafin brenda e aq më shumë me pacientë të cilët janë të rënduar akoma më shumë se sa ne nga smundjat të cilët i ka prekur. Fillon duke pru diçka nga shtëpia, ajo çfarë ne kemi përgatit për veten tonë edhe brenda klinikës, por edhe duke uru me zemër për shëndet, për mirëqenie edhe për shumë fat në ditët në vijim. Ajo që kanë damë me pacientet më specifike është që ulemi të diskutojmë më ngrohtë me ta, sepse edhe ne si profesionist shëndetësor, edhe ata nuk është që e presin Bajramin në vendin ku e kemi pritur rëndomt, por ka rastisur që të dy bashkë edhe pa dëshirën tonë të jemi pranë njëri tjetrit edhe në shërbim, të jemi në shërbim të komunitetit. Mirë po, mendoj që si do tjetë, si e prite Bajramin në shtëpi, si e prite në shërbim të tjerve, është mirësi në vete. Unë dua të ceki rastin e Bajramit të kaluar, kur nuk rastisa të jem kujdestare, por gjithsesi mora familjen time edhe erdha për të vizituar stafin e klinikës së onkologjisë, njëkohësisht edhe një mikun tonë shumë të afërt që rastisi atë ditë të jetë në klinik për me marrë ciklin e kimioterapisë. Me këtë desha të them që festa nuk bëhet vetëm në vendin se ku gjindesh, mirë po është e rëndësishme prezenca e njerëzve të cilët të rrethojnë edhe të përkrahin. Ndonjëherë dhurata më e madhe për pacientin është vetë prezenca jonë me to edhe vetë përkrahja, forca edhe dora që i japim krah. Do me thënë, Bajrami nuk është vetëm gëzim për vete, por është sakrificë, mëshirë edhe shërbim për të tjerët. Duke e njohur profesionin e mjekut, shoh që humanizmi dhe qëndrimi pranë njëri tjetrit janë mirësia më e madhe dhe dhurata më e madhe gjatë festave. Kështu që këtë Bajram ju uroj gëzuar të gjithve atyre që festojnë me shumë shëndet, shpresë dhe dashuri ndaj njëri tjetrit.